Katërohet rrjeti global që mashtroi 4 milion mbajtës kartash krediti. Autoritetet gjermane kryen një operacion ndërkombëtar që synonte rrjetet e dyshuara të mashtrimit dhe pastrimit parave që shtriheshin në 3 kontinente. Më shumë se 250 oficer u vendosën në 8 lande gjermane, tha zyra federale policisë kriminale, BKA dhe agjenci të tjera. 18 urdhër arreste u ekzekutuan të martën si në Gjermani dhe jashtë saj. Të 44 të dyshuarit, 36 burra dhe 8 gra të moshës, midis 32 dhe 74 vjeç, akuzohen për përdorimin e informacionit të kartave të kreditit nga viktimat në 133 vende për të krijuar mbi 19 milion abonime të rreme nëpërmjet faqeve të internetit rreme të drejtuara profesionalisht. Mashtrimi përfshinte mbi 4 milion mbajtës të kartave të kreditit dhe më shumë se 500 kompani të rreme, thanë autoritetet. Dëmi total nga viti 2016 deri në vitin 2021 vlerësohet më shumë se 300 milion euro, 344 milion dollar. Si pas prokurorve, timi ndërkombëtar 5 vjeçar filloi në qytetin Mantabaur të Gjermanisë Perëndimore ku një dyshuar drejtonte një kompani. Shumë nga faqet e falsifikuara të internetit përfshinin shërbime të dyshuara pornografike, takimesh dhe transferimit të cilat përdoreshin vetëm për të ngarkuar kartat e kreditit të viktimave, tha BKA. Tarifat mujore ishin qëllimisht të vogla, rreth 50 euro ose dollar, dhe të listuara nën përshkrime të paqarta, duke i bërë ato të lehta për t'u anashkaluar ose për t'u identifikuar gabim nga mbajtësit e kartave.